fakte që kanë ndodhur dhe janë publike dhe ju nuk mund të bëni sikur nuk kanë ndodhur. A ka mundësi të më vendosni qetësinë sa? Lutem qetësi ta dëgjojmë kolegu. Janë disa fakte publike që kanë ndodhur, ju jeni njoftuar me shkrim dhe ju bëni sikur s'dini gjë. Në mbledhjen e komisionit ligjeve është dokument parlamentar. Në mbledhjen e komisionit ligjeve, zoti Manja tha keni çuj letër e kampan lajme Niko Peleshi nuk ma ka sjell në komision të ligjeve. Këtu filloi diskutimi. Në një kohë që në mbledhjen paraardhëse pikërisht për këtë punë dhe keni dokument parlamentar, komisioni përgjegjës që merret me këtë punë, filtri përpara se të kalojnë seancë. Firmat e mbledhura para datës 17 nëntor nuk konsiderohen propozim. Tani fillon momenti i procesi i mbledhjes së firmave. Dakor? Pati një debat, ku e di unë kur e ka marrë firmën, kur ja ke dhënë, kur s'ja ke dhënë. Të kisha vdekun, edhe mund të ishte kjo histori. Po momenti kur jam aty dhe të them që nuk ja kam dhënë firmën, cili do prej këtyne, dhe ta ka sjell me shkrim ty, ti ke pas detyrimin, ti thush komisionit ligjeve që ke një problem, ke kriteret formale. Këta kandidat i ke pa firma. Jemi këtu, flasim, nuk kemi propozuar asnjë. Propozimi nuk merret në kafe. Propozimi është një akt formal që bëhet në një moment saktuar, me një shkresë saktuar, të cilën ju nuk e dispononi, nuk e keni sepse ne se kemi bërë. Nga ky moment, në momentin kur ti verifikon faktin që ata nuk plotësojnë kriterin formal kryesor, mbështetjen e 28 deputetëve, nuk duhet ishte fut fare në seancë. Po ta zem se, si lëviz kokën ti, janë dhënë ato firma, i derë Schmidt Doks Boru, bëri dhe akuzon për opozitën e tjere. Me radhë ka një gjë është shumë e qartë rregullorja. Në 71 ti rregullore sot propozimi amendamenteve dhe i ka për komisionin përgjegjës. Në 72 të thotë se kur të riqet nismëtari i projekt ligjit ose i projekt vendimit mund ta tërheq projektin e tij deri në çastin kur ai nuk është votuar në parim në seancë plenare. Tashti Parlamenti operon vetëm me dy terma, miraton këtu projekt ligje ose projekt vendime, nuk ka një të tretë. Dakor? Në pikën 18 të rendit ditës sot lutem lexoje. Ke shkruar projekt vendim, hap thojza, për zgjedhjen e avokatit të popullit. Edhe sikur të ishin vërtet gjithë to pallavra që ata deri tashti, rregulloria Neni 72 të thot, pikën 18 të rendit dhe ditës nuk mund të shfrytëzosh, nuk mund të ashtu se janë të requr nismëtarët dhe në qoftë se do të ishin nismëtarë. E ke shkruar projekt vendim. Neni 72 i rregullores nuk ka nevojë për interpretim këtu. Ke projekt vendim, janë të requr nismëtarët që nuk kanë qenë kurrë. Ti sot këtu nuk mund të thuash seancës nëse ky fakt është i vërtetë apo jo. Ekziston, ti e di, ke pas njoftim, nuk ke kryer detyrën për t'ia përcjellë shkesën zyrtarisht komisionit ligjeve. Në relacionin që të ka ardhur, qëndrimi, me insistimin tim të fort, qëndrimi i së vërtetës. Përfundoni fjalimin. E ke edhe në relacion. Ti sot këtu nuk mund të thuash unë nuk di se ç'bëhet. E ke regjistruar këtu si projekt vendim.